Pse duhet t'i hiqet licenca Klan Kosovës, një kërcënim për informacionin dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës. Në një kohë kur informimi i drejtë dhe i paanshëm është themelor për një shoqëri demokratike, televizioni Klan Kosova po shfaqet si një kërcënim serioz për stabilitetin dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës. Me programin e tij të udhëhequr nga interesat e huaja, kryesisht të Serbisë, ky medium po sjell lajme të manipuluara dhe dezinformim që tenton të dobësojë institucionet dhe shtetin tonë. Shumë nga raportimet e Klan Kosovës janë të njëanshme, shpesh duke u përqendruar në sulme politike, denigrim të figurave shtetërore dhe promovim të narrativave që përfitojnë fuqitë e huaja. Ky lloj veprimtarie nuk është thjesht kritik mediatike, ai ka implikime të drejtpërdrejta për sigurinë kombëtare dhe për perceptimin e Kosovës në botë. Për më tepër, publikimet e tyre shpesh përmbajnë lajme të rreme ose të përzierura me të vërtetën, duke krijuar konfuzion të qytetarët dhe duke ushqyer tensione sociale. Në një vend që sapo ka dalë nga një histori e gjatë lufte gjenocidi dhe që vazhdon të konsolidojë shtetin e tij, një medium që vepron kundër interesave kombëtare nuk mund të trajtohet si thjesht një platformë mediatike neutrale. Institucionet e Kosovës kanë detyrimin të mbrojnë qytetarët dhe të sigurojnë që informimi publik të jetë i besueshëm dhe i paanshëm. Në këtë kontekst, heqja e licencës së Klan Kosovës është një masë e drejtë dhe e nevojshme për të mbrojtur interesin publik dhe për të garantuar që hapësira mediatike nuk të përdoret për të sabotuar proceset demokratike të vendit. Çdo tolerim i mëtejshëm i këtij mediumi që vepron si koka nga Serbia është një rrezik i qartë për Republikën e Kosovës dhe qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm për ndikimin e tij negativ në formimin e opinionit publik. Kosova ka nevojë për media që shërbejnë si instrument i informimit të drejtë dhe jo si mjet për përçarje dhe manipulim. Heqja e licencës së Klan Kosovës nuk është një çështje politike apo arbitrare, është një veprim i domosdoshëm për të mbrojtur të ardhmen e shtetit dhe të shoqërisë kosovare.